Kryeministri britanik Keir Starmer pritet të vizitojë ditën e njëjtë Shqipërinë në kuadër të samitit të Komunitetit Politik të Evropës që do të mbahet ditën e premte në Tiranë. Qeveria britanike thekson se ditën e njëjtë në Tiranë, Starmer do të njoftojë masa për të ndërprerë migrimin dhe për të goditur krimin organizuar të emigracionit. Po ashtu në njoftim bëhet me dije se pasi do të mbahet samiti i Komunitetit Politik Evropian të premten, do të zhvillohen dhe 3 tryeza të rrumbullakëta të nivelit të lartë. Kryeministri do të udhëtojë për në Tiranë, Shqipëri të njëjtën përpara samitit të Komunitetit Politik Evropian të premten. Të njëjtën mund ta prisni të njoftojë masa të mëtejshme për të ndërprerë migrimin dhe për të goditur krimin organizuar të emigracionit. Të premte mund të prisni që të ndjekim programin. Udhëheqësit do të takojnë fillimisht në një seancë plenare, kushtuar sigurisë dhe një vizionit të përbashkët për të ardhmen e Europës. Më pas do të zhvillohen 3 tryeza të rrumbullakëta të nivelit të lartë rreth temave të mëposhtme si siguria dhe qëndrueshmëria demokratike e Europës, konkurrueshmëria dhe siguria ekonomike dhe sfidat e lëvizshmërisë dhe fuqizimin e të rinjve, njofton qeveria britanike. Në datat 15 dhe 16 maj Tirana do të mirëpres samitin e Komunitetit Politik Evropian me pjesëmarrjen e liderëve nga e gjithë Europa. Për shkak të ngjarjes do të ketë masa të shtuara sigurie, bllokime rrugësh, trafik të rënduar në Tiranë dhe zonat përreth. Pasagerët që udhëtojnë nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës këshillohen të nisen 3 deri në 4 orë përpara fluturimit. Rekomandohet kontrollimi i rregullt të njoftimeve nga linjat ajrore.